Policia e Shkodrës ka shpallur në kërkim një 73 vjeçar banues në Shkodër, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike dhe ka kanosur një 72 vjeçar për motive të dobta. Sipas njoftimit zyrtar, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër po punojnë për kapjen e shtetasit HA, ndaj të cilit është bërë kallëzim nga shtetasi GA. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të DVKM Shkodër kanë referuar materiale në prokurori dhe kanë nisur procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasit AB 55 vjeç për veprën penale trafikimi mjeteve motorike të vjedhura. Ky shtetas është paraqitur më 26 janar të vitit 2026 në pikën e kalimit kufitar Muriçan në hyrje të Republikës së Shqipërisë me një automjet që nga verifikimet rezulton i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet franceze. Automjeti u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.